Data 28 korrik. Gjyqtarët, kapitulli 11, vargje 12 deri 40. Pastaj Jefteu i dërgoi lajmëtar mbretit të bijve të Amonit për t'i thënë: "Çfarë ka midis teje dhe meje, që ti të vish e të bësh luftë në vendin tim?" Mbreti i bijve të Amonit ju përgjigj me këto fjalë lajmëtarëve të Jefteut: "Sepse kur Izraeli doli nga Egjipti, ai pushtoi vendin tim, nga Arnoni deri në Jabok dhe në Jordan. Tani pra mi kthe këto toka në mënyrë miqësore." Jeftehu i dërgoi përsëri lajmëtarët mbretit të bijve të Amonit për t'i thënë: "Kështu thot Jeftehu, Izraeli nuk shtiu në dorë as vendin e Moabit, as vendin e bijve të Amonit. Por kur Izraeli doli nga Egjipti dhe ka përcjellur shkretëtirën deri në detin e Kuq dhe arriti në Kadesh, i dërgoi lajmëtar mbretit e Edomit për t'i thënë: Të lutem më lër të kaloj nëpër vendin tënd. Por mbreti i Edomit nuk pranoi. I dërgoi lajmëtar dhe mbretit të Moabit, por edhe ky nuk pranoi. Kështu Izraeli mbeti në Kadesh. Duke ecur pastaj nëpër shkretëtir, shkoi rreth vendit të Edomit dhe vendit të Moabit e arriti në lindjet e vendit të Moabit, dhe ngriti kampin e tij matan Arnonit, pa hyrë në territorin e Moabit, sepse Arnoni përfaqëson kufirin e Moabit. Pastaj Izraeli i dërgoi lajmëtar Sihonit, mbretit të Amorejve dhe të Heshbonit dhe i tha: "Të lutem na lër të kalojmë nëpër vendin tënd për të arritur në tonin." Por Sihoni nuk pati besim ta lërë të kalojë Izraeli nëpër territorin e tij. Përkundrazi, Sihoni i mblodhi gjithë njerëzit e tij, të cilët u vendosën në Ahac dhe luftoi kundër Izraelit. Por Zoti Perëndia e Izraelit e dha Sihonin dhe gjithë njerëzit e tij në duart e Izraelit që i mundi. Kështu Izraeli pushtoi tërë vendin e Amorejve që banonin atë krahin, pushtoi tërë territorin e Amorejve nga Arnoni në Jabok dhe nga shkretëtira deri në Jordan. Dhe tani që Zoti Perëndia e Izraelit ka dëbuar Amorejt përpara popullit të Izraelit, ti dëshiron të zotërosh vendin e tyre? A nuk zotëron ti atë që kërmosh Zoti yt të ka dhënë në zotërim? Kështu edhe ne do të zotërojmë vendin e atyre që Zoti ka dëbuar para nesh. Mos jeti vallë më i mirë se Balaku, biri i Ciporit dhe mbreti i Moabit, a pati ndofta mosmarrveshje me Izraelin, apo i bëri luftë? Kaluan 300 vjet që Izraeli banon në Heshbon dhe në fshatrat e tij përreth në Aroer dhe në fshatrat e tij përreth dhe në të gjithë qytetet mbi brigjet e Arnonit. Pse nuk e keni marrë gjatë kësaj kohe? Prandaj unë nuk të kam bërë asnjë padrejtësi dhe ti sillesh keq me mua duke më bërë luftë. Zoti, gjyqtari, le të vendos sot drejtësinë midis bijve të Izraelit dhe bijve të Amonit." Por mbreti i bijve të Amonit nuk mori parasysh fjalët që Jefteu i kishte dërguar. Atëherë fryma e Zotit erdhi mbi Jefteun dhe ai kaloi nëpër Galaadin dhe Manasin, arriti në Micpa të Galaadit dhe shkëtej lëvizi kundër bijve të Amonit. Jefteu lidhi një kusht me Zotin dhe tha: "Në rast se ti më jep në duart e mia bijtë e Amonit, çfarë të dalë nga dyert e shtëpisë sime për të më pritur kur të kthehen fitimtar nga bijtë e Amonit, do t'i përkas Zotit dhe unë do t'ja ofroj si holokaust." Kështu Jefteu marshoi kundër bijve të Amonit për të bërë luftë dhe Zoti ia dha në dorë. Ai mundi duke bërë një masakër të madhe nga Aroeri deri në drejtim të Minithit, duke u marrë 20 qytete dhe deri në Abel Keramim. Kështu bijtë e Amonit u poshtruan përpara bijve të Izraelit. Pastaj Jefteu u kthye në shtëpinë e tij në Micpa, dhe ja që i doli për ta pritur e bija me dajër dhe valle. Ajo ishte bija e vetme e tij, sepse ai nuk kishte djem ose vajza të tjera. Sa e pa, grisi rrobat e tij dhe tha: "Oh, bija ime, ti po më bën shumë fatkeq. Ti po më sjell mirim. Unë i kam dhënë fjalën Zotit dhe nuk mund të tërhiqem." Ajo i tha: "O Atë, në rast se i ke dhënë fjalën Zotit, vepro me mua sipas fjalëve që kanë dalë nga goja jote, sepse Zoti ta mori hakun me armiqtë tu, bijtë e Amonit." Pastaj i tha të Atit: "Të më lejohet kjo e drejtë, lër më të lirë 2 muaj, në mënyrë që të sillem nëpër male duke qarë virgjërinë time me shoqet e mia." Ai u përgjigj: "Shko." Dhe e la të shkonte për 2 muaj. Kështu ajo shkoi me shoqet e saj dhe qau ndërmale virgjërinë e saj. Mbas 2 muajsh, ajo u kthye tek Ati, dhe ai veproi me të sipas kushtit që i kishte lidhur. Ajo nuk kishte njohur burr. Kështu u bë zakon në Izrael që bijat e Izraelit të shkojnë çdo vit e të qajnë bijën e Jefteut, Galaditit, 4 ditë me radhë. Veprat e Apostujve, kapitulli 15. Dhe disa që zbriten nga Judeja mësonin vëllezërit: "Nëse nuk rrethpriteni sipas ritit të Mojsiut, nuk mund të shpëtoheni." Dhe duke qenë se u bë një grindje jo e vogël dhe një diskutim nga ana e Palit dhe e Barnabës me ata, u caktua që Pali, Barnaba dhe disa të tjerë nga ata të ngjiten në Jeruzalem tek apostujt dhe te pleqt për këtë çështje. Ata, pra si u përcollën nga kisha, kaluan nëpër Feniki dhe Samari.
duke treguar kthimin e kombeve dhe duke u sjell gëzim të madh të gjithë vëllezërve. Dhe kur arritën në Jeruzalem, u pritën nga kisha, nga apostujt dhe nga pleqt dhe treguan për gjithë sa Perëndia kishte bërë me anën e tyre. Por u ngritën disa nga sekti i farisejve që kishin besuar dhe thanë: duhen rreth prerë ata dhe të urdhërohen të mbajnë ligjin e Mojsiut. Atëherë apostujt dhe pleqt u mblodhen për ta shqyrtuar këtë çështje. Dhe si u bë një diskutim i madh, Pietri u qua dhe u tha atyre: burra vëllezër, ju e dini se që në kohët e para Perëndia midis nesh më zgjodhi mua që me anë të gojës sime kombet të dëgjojnë fjalën e Ungjillit dhe të besojnë. Perëndia që i njeh zemrat u dha dëshmi atyre, duke u dhënë atyre frymën e shenjtë, sikurse edhe neve. Dhe ai nuk bëri asnjë dallim midis nesh dhe atyre, duke i pastruar zemrat e tyre me anë të besimit. Tani pra, pse e tundoni Perëndin duke vënë mbi qafën e dishepujve një zgjedh që as etrit tan e as ne nuk mund ta mbajmë? Po ne besojmë se do të shpëtohemi me anë të hirit të Zotit Jezu Krisht dhe në të njëjtën mënyrë edhe ata. Atëherë gjithë turma heshti dhe dëgjonte Barnabën dhe Palin që tregonin se sa shenja mrekullira kishte bërë Perëndia me anë të tyre ndërkombe. Dhe si heshtën ata, Jakobi u përgjigj duke thënë: burra vëllezër, më dëgjoni. Simoni ka treguar si ka vizituar për herë të parë Perëndia kombet që të marrë prej tyre një popull për emrin e tij. Dhe me këtë pajtohen fjalët e profetëve si kundër është shkruar: pas këtyre do të kthehem dhe do ta rindërtoj tabernakullin e Davidit që është rrëzuar, do të ndërtoj gërmadhat e tij dhe do ta ngrej përsëri, që njerëzit e tjerë dhe gjithë kombet mbi të cilët thirret emri im të kërkojnë Zotin, thot Zoti që i bën të gjitha këto. Që nga përjetësia janë të njohura Perëndis të gjitha veprat e tij. Prandaj unë gjykoj që të mos i bezdisim ata nga kombet që kthehen te Perëndia, por të shkruhet atyre që të heqin dorë nga ndotjet e idhujve, nga kurvëria, nga e mbytura dhe nga gjaku, sepse Mojsiu që nga kohët e lashta ka njerëz të cilët në çdo qytet e predikojnë atë, duke qenë i lexuar çdo shabat në sinagoga. Atëherë ju duke mirë apostujve dhe pleqve, me gjithë kishën të dërgojnë në Antioki me Palin dhe Barnabën disa burra të zgjedhur nga ata, Judën, mbi quajtur Barsaba, dhe Silën, burra udhëheqës ndër vëllezërit, duke shkruar me dorën e tyre këtë: apostujt, pleqt dhe vëllezërit, vëllezërve nga kombët që janë Antioki, Siri dhe Kiliki, përshëndetje. Duke qenë se morëm vesh se disa që erdhën prej nesh, por të cilëve ne nuk u kishim dhënë asnjë porosi, ju kanë shqetësuar me fjalë, duke trazuar shpirtrat tuaj, duke thënë se ju duhet të rrethpriteni dhe të mbani ligjin, na u duke mirë neve, si u bë me një mendje të vetme, të zgjedhim disa burra dhe t'i dërgojmë te ju bashkë me të dashurit tan Barnaba dhe Pal, njerëz që kanë përkushtuar jetën e tyre për emrin e Zotit ton Jezu Krishtit. Kemi dërguar pra Judën dhe Silën, edhe ata do t'ju tregojnë me gojën të njëjtat gjëra, sepse ju duke mirë frymës së shenjtë edhe neve, që të mos ju ngarkojmë asnjë barr tjetër përveç këtyre të nevojshmeve, që ju të hiqni dorë nga e flijuara idhujve, nga gjaku, nga e mbytura dhe nga kurvëria, do të bëni mirë të ruheni nga këto. Qofshi mirë. Ata pra si u ndan, erdhën në Antioki dhe si mlodhën turmën e dorëzuan letrën. Dhe ata pasi e lexuan u gëzuan për ngushëllimin. Dhe Juda e Sila që ishin edhe ata profet, me shumë fjalë i nxitën vëllezërit dhe i forcuan. Si ndenjën atje ca kohë, u dërguan prap me paqtim nga vëllezërit tek apostujt. Por Silas ju duk mirë të mbetej aty. Edhe Pali e Barnaba që ndruan në Antioki, duke mësuar dhe duke shpallur më shumë të tjerë fjalën e Zotit. Pas disa ditësh, Pali i tha Barnabas: le të kthehemi të shohim vëllezërit tanë në çdo qytet ku kemi shpallur fjalën e Zotit, për të parë si janë. Dhe Barnaba donte të merrte me vete Gjonin, të quajtur Mark, por Pali vlerësonte se nuk duhej marrë me vete ai që ishte ndarë prej tyre në pamifli dhe nuk kishte shkuar me ata në vepër. Atëherë lindi një grindje saqë ata u ndan nga njëri tjetri. Dhe Barnaba si mori Markun, lundroi për në Shipro. Por Pali zgjodhi Silën dhe u nis, pasi vëllezërit ja dorëzuan hirit të Perëndis. Dhe përshkoi Sirin dhe Kilikin
duke forcuar kishat. Jeremia, kapitulli 24. Zoti më tregoi 2 kosha me fiq të vendosur përpara tempullit të Zotit, mbas quarjes në robëri prej Jeruzalemit nga Nebukadnecari, mbreti i Babilonisë, të Jekonjahut, birit të Joakimit, mbreti i Judës, të princeve të Judës së bashku me artizanët dhe kovacët, dhe i kishte quar në Babiloni. Një nga koshat përmbante fiq shumë të mirë, fiq të dorës së parë, ndërsa koshi tjetër përmbante fiq shumë të këqij, aq të këqij sa nuk mund të haheshin. Atëherë Zoti më tha: "Çfarë po shikon, Jeremia?" Unë u përgjigja: "Fiqt e mirë janë shumë më të mirë, ndërsa ata të këqij janë shumë të këqij, aq të këqij sa nuk mund të hahen." Fjala e Zotit më drejtua përsëri duke thënë: "Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, ashtu si këta fiq janë të mirë, kështu do të kujdesen për ata të Judës që u quan në robëri, që unë i përzura nga ky vend në vendin e Kaldeasve për të mirën e tyre. Unë do t'i hedh me dashamirësi sytë e mi mbi ta dhe do t'i sjell përsëri në këtë vend. Do të bëj të begatohen dhe nuk do t'i shkatroj më, do t'i mbjell dhe nuk do t'i çrrënjos më. Do t'u jap një zemër për të më njohur mua që jam Zoti. Ata do të jenë populli im dhe unë Perëndia i tyre, sepse do të kthehen tek unë me gjithë zemër. Ashtu si këta fiq të këqij, madje aq të këqij sa nuk mund të hahen, kështu thot Zoti, në të njëjtën mënyrë do të braktisë Sedekian, mbretin e Judës, princat e tij dhe kusurin e Jeruzalemit, që do të mbetet në këtë vend dhe ata që banojnë në vendin e Egjiptit. Do t'i braktisë me qëllim që t'i trajtojnë keq dhe do t'i mundojnë në të gjitha mbretëritë e tokës dhe do të bëhen turpi, gazi, sarkazmi dhe mallkim në të gjitha vendet ku do t'i shpërndajë. Do të dërgoj kundër tyre shpatën, urin dhe murtajën, derisa të shkatrojnë plotësisht tokën që u kisha dhënë atyre dhe etërve të tyre." Marku, kapitulli 10. Mbasi u ngrit prej andej, Jezusi erdhi në krahinën e Judes, përtej Jordanit, dhe përsëri u mblodhen rreth tij turma. Ai përsëri filloi t'i mësoi siç e kishte zakon. Dhe farisejt erdhën dhe e pyetën për ta tunduar: "A është e lishme që burri ta përzër gruan?" Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Çfarë ju ka urdhëruar Mojsiu?" Ata thanë: "Mojsiu ka lejuar të shkruhet letra e shkurorzimit dhe ta lësh gruan." Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre: "Për shkak të ngurtësisë së zemrës suaj, ai e shkroi atë urdhërim. Por në fillim të krijimit, Perëndia i bëri mashkull e femër. Për këtë arsye njeriu do ta braktisë atin e tij dhe nënën dhe do të bashkohet me gruan e tij. Dhe të dy do të jenë një mish i vetëm. Kështu nuk janë më dy, por një mish i vetëm. Prandaj ato që Perëndia bashkoi, njeriu të mos e ndajë." Dhe në shtëpi dishepujt e vet e pyetën përsëri për këtë çështje. Atëherë ai u tha atyre: "Ai që lë gruan e vet dhe martohet me një tjetër shkel kurorën ndaj saj. Po ashtu nëse gruaja lë burrin e vet dhe martohet me një tjetër, shkel kurorën." Atëherë i prun disa fëmijë të vegjël që ai t'i prekte ata, por dishepujt i qortonin ata që i prun. Kur Jezusi e pa këtë, i indinjuar u tha atyre: "I lini fëmijët e vegjël të vinë tek unë dhe mos i pengoni, sepse për të tillë është mbretëria e Perëndisë. Në të vërtetë po ju them se kushdo që nuk e pranon mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë i vogël, nuk do të hyjë në të." Dhe si i mori në krah, i bekoi duke vënë duart mbi ta. Tani kur po bëi gati për rrugë, i doli përpara dikush me vrap, u gjunjëzua para tij dhe e pyeti: "Mësues i mirë, çfarë duhet të bëj që të trashëgoj jetën e përjetshme?" Dhe Jezusi i tha: "Përse më quani i mirë? Askush nuk është i mirë përveç një të vetmi, do me thënë Perëndisë. Ti i njeh urdhërimet: mos shkel kurorën, mos vrit, mos vidh, mos bëj dëshmi të rreme, mos mashtro, ndero atin tënd dhe nënën tënde." Dhe ai duke ju përgjigjur i tha: "Mësues, të gjitha këto i kam ruajtur që nga fëmiria ime." Atëherë Jezusi e vështroi, e deshi dhe i tha: "Një gjë të mungon. Shko, shit të gjitha ato që ke dhe jepu ato varfërve dhe do të kesh thesar në qiell. Dhe eja, merre kryqin tënd dhe më ndiq." Por ai u trishtua për këtë fjalë dhe u largua me keqardhje sepse kishte shumë pasuri. Atëherë Jezusi mbasi e hodhi vështrimin përreth, u tha dishepujve të vet: "Sa vështirë është për ata që kanë pasuri të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë." Dishepujt u shtangën nga fjalët e tij. Por Jezusi foli përsëri dhe u tha atyre: "O bi, sa e vështirë është që të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë ata që mbështeten te pasuria. Është më e lehtë që një deve të hyjë në përvrimin e gjilpërës se sa të hyjë një i pasur në mbretërinë e Perëndisë." Dhe ata u habitën edhe më tepër dhe i thoshin njëri tjetrit: "Atëherë kush vallë mund të shpëtohet?" Por Jezusi duke i ngulur syt mbi ta u tha: "Kjo për njerëzit është e pamundur,
por jo për Perëndin, sepse për Perëndin gjithçka është e mundshme. Atëherë Pietri filloi të thoshte: Ja, ne lam çdo gjë dhe të ndoqëm. Jezusi, duke u përgjigjur, tha: Në të vërtetë po ju them, nuk ka asnjëri që të ketë lënë shtëpinë, a vëllezrit, a motrat, a atin, a nënën, a fëmijët ose arat për hirin tim dhe të ungjillit, që të mos marr tani në këtë botë 100 fish shtëpi, vëllezër, motra, nëna, fëmijë e ara, së bashku me përndjekjet dhe në botën e ardhshme jetë të përjetshme. Por shumë të parë do të jenë të fundit dhe të fundit të parët. Ata ishin në udhtim për të ngjitur në Jeruzalem dhe Jezusi u paraprinte. Dhe ata ishin të shtangur dhe e ndiqnin me druajtje. Dhe ai mblodhi përsëri të 12 dhe nisi të thotë çfarë do t'i ndodhte. Ja, ne po ngjitemi në Jeruzalem dhe Biri i Njeriut do të dorëzohet kryepriftrinjve dhe skribëve. Dhe ata do ta dënojnë me vdekje dhe do ta dorëzojnë në duar të paganëve, të cilët do ta tallin, do ta fshikullojnë, do ta pështyjnë dhe do ta vrasin, por ditën e tretë do të ringjallet. Atëherë Jakobi dhe Gjoni, bijtë e Zebedeut, ju afruan dhe i thanë: Mësues, ne duam që ti të bësh për ne atë që të kërkojmë. Dhe ai u tha atyre: Çfarë doni të bëj për ju? Ata i thanë: Na lejo që të ulemi njëri në të djathtën tënde dhe tjetri në të majtën tënde në lavdin tënde. Por Jezusi u tha atyre: Ju nuk dini çfarë kërkoni. A mund të pini ju kupën që pi unë dhe të pagëzoheni me pagëzimin që pagëzohem unë? Ata i thanë: Mundemi. Dhe Jezusi u tha atyre: Vërtet ju do të pini kupën që unë po pi dhe do të pagëzoheni me ato pagëzim me të cilin pagëzohem. Por nuk më takon mua ta vë dikë të ulet në të djathtën time ose në të majtën time, por është për ata për të cilët është përgatitur. Kur i dëgjuan këto, të 10 të tjerët filluan të indinjohen kundër Jakobit dhe Gjonit. Por Jezusi i thirri pranë vetes dhe u tha: Ju e dini që ata që konsiderohen sundues të kombeve i sundojnë ato dhe të mëdhenjtë e tyre ushtrojnë mbi to pushtetin e tyre. Por kjo s'duhet të ndodhë midis jush. Madje ai nga ju që do të dojë të bëhet i madh, të jetë shërbenj si juaj, dhe kushdo nga ju që do të dojë të jetë i pari, të jetë shërbëtori të gjithëve. Sepse edhe Biri i Njeriut nuk erdhi që të shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si shpërbles për shpengimin e shumë vetave. Dhe kështu arritën në Jeriko. Kur ai po dilte nga Jeriko me dishepujt e tij dhe me një turm të madhe, biri i Timaeut, Bartimeu i verbër, ishte ulur gjatë rrugës dhe lypte. Kur dëgjoi se ai që po kalonte ishte Jezusi Nazarenas, filloi të bërtas dhe të thotë: Jezus, ti biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Shumë e qërtonin që të heshte, por ai bërtiste edhe më fort: Biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Dhe Jezusi qëndroi dhe urdhëroi që ta therrasin. Ata e thirrën pra të verbrin duke i thënë: Merr zemër, çohu, ai po të therret. Atëherë ai hodhi tej rrobën e tij, u ngrit dhe erdhi te Jezusi. Dhe Jezusi u përgjigj dhe i tha: Çdo të bëj për ty. I verbri tha: Raboni, që të shikoj përsëri. Dhe Jezusi tha: Shko, besimi yt të shpëtoi. Ta në çast, ati u kthye të parët dhe nisi të ndjeki Jezusin në udhë.